Ndërkohë që tani është momenti i horoskopit ekonomik, sa më shumë afrohen në këto ditët e fundit të muajit, aq më shumë bëhet e madhe barra financiare për 12 shenjat e zodiakut, por Paulo Fox patjetër ka menduar se si tua bëj ditën pak më të thjeshtë, ndoshta duke ju dhënë disa informacione bazike lidhur me atë se çfarë mund të bëni për të kursyer paksa dhe për të mos e rënduar akoma edhe më shumë xhepin. Ose ndoshta vetëm ne i thot paktën, pavarësisht se mund të jenë ndoshta të thot për shembull që je grop nga aspekti financiar këtë ditë, mos u lodh fare se kështu do jetë, por megjithatë ne do duhet të ndalemi tek secila shenjë e horoskopit për të parë për secilën se çfarë do të ndodhë, duke filluar si gjithmonë me dashin, në punë ndjeshim i ngarkuar dhe çdo detaj kërkon përqendrim të madh. Mund të kesh ndjesinë se energjitë nuk të mjaftojnë, kujdes me komunikimin me shefat dhe kolegët që tensioni të mos ndikojë në marrëdhënie. Një pushim i shkurtër do të ndihmojë të rifitosh ekuilibrin dhe ndoshta ka fjalën për fundjavën që duhet ta merrni dhe ta keni kështu totalisht tuajën që të merrni energji të reja. Ne mos ta merrni për keq, por mos punoni në fundjavë, shpejt përkisni shenjës së dashit, ndërkohë që shkojmë tek shenja e kolegës sime. Situata profesionale është më e qetë se më parë dhe çështjet e mbetura pezull janë duke marrë zgjidhje gradualisht. Deri në fund të vitit mund të vinë përgjigje pozitive për vendime ose për projekte shumë të rëndësishme. Është një moment shumë i mirë për të forcuar pozitat e tua në punë. Shumë zbuluar të nxjerr ky Paulo Fox. Dhe kalojmë tani tek binjakët. Jenë një periudhë ku do të marrësh më shumë vlerësim në karrierë, edhe pse ka vonesa dhe pengesa, por kushtimi yt do shpërblehet. Së shpejti mund të përballesh dhe me një zgjedhje të rëndësishme për drejtimin e ardhshëm, ndaj duhet bërë shumë kujdes në këtë aspekt. Por mos i merrni zgjidhjet pa i konsultuar më herët me ndoshta një mik, një familjar ose pastaj edhe një ekspert, se jo të gjithë janë shumë të prirur që t'ia tregojnë këto gjërat profesionale njerëzve të afërt, por ka ekspert edhe mund ta bëjnë fare mirë këtë. Shkojmë tek Gaforia. Ke kaluar ditë të lodhshme, por ndikimi i Jupiterit të mban të qëndrueshëm në këtë periudhë. Mund të kesh dyshime mbi drejtimin profesional ose për financat, dhe sot situata do të përmirësohet dhe do të rifitoni optimizmin për projekte të reja. Ditë e mbarë sot për shenjën e Gafores. Bravo Gaforia! Për të kaluar tani tek Luanin, po punon më shumë ambicie dhe për një projekt shumë të madh, por kjo do të lodhë më shumë se sa zakonisht. Kërkesa për sukses të lartë të sjell tension dhe konsumim energjie, jepi vetes kohë pushimin për të mos humbur ekuilibrin dhe kjo u bë dita e disat që me sa kujtoj ditën e dieshme, se për ditët e tjera pak vështirë me memorien, po ditën e dieshme ishim pak a shumë të njëjta gjëra për Luanin. Pra është një ambicie e tij që të përfundojë dhe të mbyllë me sukses një projekt të madh. Me zor po pres të pyes dikë që i përket shenjës së Luanit, po më mban të fshet. Shkojmë tek Virgjëresha ndërkohë. Pas muajve të vështirë, sot je më i fortë dhe më i aftë që të menaxhosh sfidat. Ka ende pasiguri në ambientin e punës, por mënyra se si po i përballon është më e pjekur në raport me më herët. Qëndrueshmëria jote është vlera më e madhe në këtë moment profesional. Për të kaluar tashmë tek shenja e kolegës tek Peshorja, që ka disa ditë që Paulo Fox e shikon nga yjet dhe thotë që është i ngarkuar, duhet marrë pushim, duhet marrë veten, megjithatë edhe ditën e sotme i thotë që i ngarkuar me përgjegjësi dhe kjo të lodh shpirtërisht dhe fizikisht. Projekte dhe objektiva të mëdha kërkojnë angazhim total, pra është një farë kontradikte, kështu që edhe i lodhur edhe duhet të kesh angazhimin total dhe duhet të bësh zgjedhjen që me sa duket Peshorja e ka bërë, dhe sfida e ditës është të shndrosh vështirësitë në forcë personale për karrierën. Shumë të vendosur secila shenja kështu në këtë rast se i përket aspektit të karrierës edhe të punës. Do të shkojmë tani tek shenja e radhës, tek Akrepi, ke energji të fortë për të përballuar sfida pune dhe për të rishikuar planet e tua. Mund të ndryshosh strategji për të përshtatur, pa humbur qëllimin, pra gjithmonë bëj zgjedhjet e duhura sa i përket strategjisë që do duhet të përdorësh. Yjet do të favorizojnë arritjet dhe mbi të gjitha ajo çfarë ka më shumë rëndësi se gjithçka tjetër është se do të përmirësohet besimi tek vetja. Pra ti do të shkosh me kokën lart drejt çdo vendimi që merr në fushën tënde të karrierës. Ndërkohë për të kaluar tek Shqiptari, tek shenja e radhës, në punë mund të ndjeshish përqendruar për shkak të çështjeve personale, megjithatë është koha për të marrë vendime të qarta në lidhje me organizimin dhe përgjegjësitë. Vetëm përmes vendoshmërisë ke mundësi që të shmangësh konfliktet dhe në të njëjtën kohë të ruash edhe stabilitetin që janë shumë të rëndësishme të dyja, duhet të thënë. Do shkojmë tani tek Britsjapi, Venusi të ndihmon të rikthesh ekuilibrin dhe të përqendrohesh. Me sa duket dy planetet më të rëndësishëm sot që nga Venusi dhe Jupiteri,
Dhe në aspektin profesional mund të kërkosh kushte më të mira ose dhe ndryshime të rolit, me sa duket është duke i menduar në këtë periudhë. Është koha të shprehësh hapur se çfarë dëshiron në karrierë. I pas ka mbyllur ato pikpyetjet që ka pasur në kokë prej ditësh Britsjapi sa i përket projekteve të mëdha dhe asaj lodhjes fizike dhe mendore që ka përjetuar dhe për të cilën na tregonte horoskopi dhe me sa duket është koha e duhur për të qenë i drejt për drejt dhe për të qenë i sinqert lidhur me eprorët ose me këdo tjetër që e lidh profesioni edhe puna e përditshme. Shumë e nevojshme në fakt për t'i ditur edhe për t'i pasur kështu parasysh në secilën diton, në këtë rast për Britsjapin, për të kaluar sërish tek ujori tashmë tek shenja e radhës, sot duhet të jesh shumë i vëmendshëm ndaj detajeve në punë, mund të ndihesh i pasigurt edhe për shkak të vonesave apo situatave të paqarta që ndodhin, por kjo do të kalojë shumë shpejt. Diplomacinë dhe bëu gati të mbrosh interesat e tua ekonomik, sepse nëse nuk e bën ti, askush tjetër s'ka për ta bërë për ty, kështu që je i kujdesshëm dhe i vëmendshëm ndaj secilit interes financiar që do duhet të përballesh dhe të flasësh ditën e sotme, por edhe në vazhdim. E ke thënë shumë mirë. Shkojmë ndërkohë te peshqit, yjet favorizojnë suksesin profesional dhe rritjen e projekteve personale. Kreativiteti yt është i dukshëm dhe të sjell mundësi të reja. Megjithatë, kërkohet patjetër shumë përkushtim, ndaj është mirë të gjesh një ekuilibër mes punës dhe jetës private. Mos i ngatro të dyja bashkë. Sot flitet shumë për gjithë ngarkesën që merr një profesionist nga jeta personale, po momenti që del nga shtëpia, lëre jetën personale aty në shtëpi ose në vendet me të cilat ajo të lidh dhe shko në punë i motivuar, produktiv dhe përpiqu të japësh më të mirën tënde. Çdo ditë është e mirë dhe këtë duhet ta pranojmë se në fund ditës jemi qenie njerëzore, por që mirë është të përpiqemi dhe të bëjmë çdo ditë diçka e më shumë. Shumë e nevojshme në fakt për t'i thënë këto edhe për t'i pasur vëth në vesh secili prej nesh, sepse teorikisht në ngjan kështu paksa më e thjeshtë, por të duhet që të punojmë se siç po thonim ashtu siç e përmendëm dhe për shenjën paraardhëse që nëse ne nuk e bëjmë nuk ka kush ta bëjë tjetër për ne, kështu që edhe në këtë rast do të kemi kujdes me secilin këshill që u tha tashmë për peshqit, që ta kemi në përditshmërinë tonë dhe të dimë të ndajmë gjërat, aspekti profesional, aspekti personal e gjithçka që ndodh në jetën tonë vazhdimisht.